Atëherë, unë qëndroj asaj që tha Andeta, që sigurisht duke parë vetëm gjërat e këqija të njëra tjetrës në këtë situatë janë tani. Rozi nuk e di ka hyrë me strategji apo jo, por duke qenë se ishte e para që e provokoi Gertën me batutën e parë që është thënë atë shtëpi, prandaj ato të dyja u bën dy kokat kryesore të asaj shtëpie, prandaj vazhdon dhe Gerta i qëndron kësaj që gënjen, mashtron dhe manipulon, sepse kanë kaluar jo shumë situata të këndshme të dyja bashkë. Domethënë po ta marrim thellë të gjithë rrugtimin e tyre, doja të thoja në fakt që Gerta ka dalë shumë herë shumë e lënduar nga Rozana, dhe pse vete nuk e ka dhënë shumë shpesh. Domethënë i është përmendur familja, i është përmendur morali, i është përmendur profesioni dhe është munduar të tregohet gjak ftohtë dhe ka arritur në këtë konkluzione. Si Ana Sjelltas, po. Sigurisht edhe Rozi ka dalë jo pak herë lënduar nga Gerta. Ndoshta situata shumë më të rënda se sa ato që, domethënë gjithkush e mat me pulsin e vet. Por ajo që doja të shtoja është kjo fjala gënjen nuk më pëlqen, sepse nëse ka një gjë që Rozi se ka bërë kurrë aty, është të gënjej. Domethënë Rozi edhe përpara se të hynte në Big Brother, ka thënë Andeta, unë kur të hyj atje do jem gjërat që them jashtë do t'i them dhe në dhomë trofimit, dhe gjërat që them në dhomë trofimit do t'ja them dhe jashtë, se nuk dua që të më thonë që ti na gënjeve. Domethënë është Rozi gënjeshtrën është gjëja që nuk e duron dot në jetë. Domethënë gjëja që ajo nuk duron është gënjeshtra dhe nuk besoj që një njerëz që e ka këtë princip tek vetja ta bëj për të. Jam kurioze çfarë këshilli i the para se ruaj qetësinë. Ruaj qetësinë. Domethënë jo ndonjë teknikalitet